Edi Ramës? Fitore. Data 11 maj, numri 5. Fitore Edi Rama. Jemi të gjithë të bashkuar. Si ju bëj thirrje të gjithë motrave, nënave, të gjithë popullit shqiptar si këtu brenda vendit edhe jashtë. Prit, zemër, dëgjo. Po s'ka se, Prit, jo, zëka, po nuk hahet më zemër, nuk futet në gojë, vaj pak larg. Ashtu, aty. Nuk lëpir. Prit, zemër, dëgjo. Po s'ka se, Prit, jo, zëka, po nuk hahet më zemër, nuk futet në gojë, vaj pak larg. Ashtu, aty. Nuk lëpir. Bajt kështu vetëm drejt, ju kështu. Fitore, data 11 maj, numri 5, jemi të gjithë me Edi Ramën. Të lumë. Kemi qenë, jemi në breza. Si këtu brenda vendit dhe jashtë vendit, ju bëj thirrje gjithë popullit shqiptar të mos e humbasin votën kot. T'ja japin njeriut punëtor, që e ka lullëzuar Shqipërinë, që ishte kthyer në një kosh blerash. E ka lullëzuar kudo, kush do të hapi sytë dhe të mos ta dëmtoj votën. Mirupafsh. Në fokus janë gratë. Po. Gratë si kush, si Olta Xhaçka që thye ligjet e kushtetutës, apo si ajo Ladoza që blen brek 860.000 euro? Po pyesim, mos ma merrni për keq, se unë vërtetën po them. Tani, unë nuk mund të flas dot për ato, sepse dhe ajo që i ka shitur diçka shkreta ka pasur në faralli, po edhe Olta Xhaçka ka përshtypjen e mirë. Po tash Ka përshtypjen e mirë, nuk mund të flas me detaje se çfarë mund të thotë njëri dhe tjetri, por është person pozitiv. Mos punon gjëra për dasma ti që bën kështu. Po vallaj punoj. I kam qef. Tani dhe një pyetje. Lidhur me fjalorin që përdor kryeministri. Po. E cik banal me të drejtën ai. Njeriu punëtor i përdor të gjitha. Të gjitha. I ka lezet edhe banalja se i ka të ëmbla. Janë fjalë popullore. Noc rroku. Noc rroku. Për Edi Ramën jemi të gjithë. Bravo. Jam simpatike.